një ditë kujtese, dhimbje dhe nderimi. Kam nderin dhe kënaqësinë e madhe që sot këtë homazh ta realizoj me një nga personat më të afërt për Shpatin, hallën e tij, zonjën Flora Kasapi Sherifi, siç e potencova, një grua shumë e fortë, një artiste vet dhe pjesë e një familje ku muzika ka qenë gjithmonë frym, gjak dhe trashëgimi. Zonja Flora, faleminderit shumë që pranuat ftesën. T'jeni me ne sot, edhe pse kanë kaluar vetëm 13 ditë nga kur e humbëm Shpatin, një boshllëk shumë i madh dhe një humbje shumë e madhe për gjithë ne si komb, dhe nuk e paramendojmë dot se sa dhimbje e madhe duhet jetë për ju si familje. Faleminderit shumë që gjetët forcën të jeni me ne sot. Faleminderit për teje. Edhe pse dhimbja është e papërshkrueshme, ja që jeta vazhdon. Edhe pas vdekjes njeriu mund të bën diçka. Kështu që faleminderit shumë për kujtimin që do ja lësh Shpatit pas. Është nder për ne. Edhe pse pyetje e vështirë, unë dua ta parashtroj si po e përballoni ju personalisht, po edhe familja Kasapi këtë humbje dhe këtë dhimbje që është shumë e freskët. Unë pikërisht do të them Zot mos e jep askujt ta provon. Ja që nuk janë në dorën tonë disa procese jetësore, vdekja është patjetërsueshme, ne vim dhe do ikim të gjithë, nuk jemi të përjetshëm, jeta ka një fund. Por pikërisht kjo ikje e Shpatit, çdo shtëpi e priton ndryshe, po kjo ikje ishte një bombë e Hiroshimës. Një papritur e madhe, një djalë 2 metra, i bukur, i qeshur, dhe të vjen lajmi Shpati nuk është më në jetë. T'ja thush tjetrit se si e përjeton, është shumë e rëndë, nuk e shpjegon dot, duhet të marrë ndonjë fjalor kines, ndoshta ai do ta shpjegonte më mirë, ka më shumë fjalë, apo nuk e di si. Këtë vetëm një shpirt i lënduar mund ta kupton, një non që ka humbë fëmijën mund ta kupton, një hall që ka humbë nipin mund ta kupton. Por e bukra nuk mund të them, ai ngushëllimi në gjithë këtë situatë, ku bëni kaq shumë zhurmë, e ngriti botën e tërë, nuk na lëndoi neve, vetëm si familje. Por kjo ishte një tragjedi që mori përmase jashtë kufive. Mund të them Australia, Amerikë, jashtë oqeanit, mos flas për Evropën. Dhe kjo është një pjesë ku ti thush, ore, a e njoftëm ne mirë këtë djalë, apo nuk e njoftëm? Apo erdhë lajmi pas ikjes të atij se kush ishte ky tamam. Dhe kjo jo që ta hekat dhimbjen, po sikur ta relativizon në një farë forme, sikur e ngushëllon vetveten, sikur thush, more, pas kemi pas ne një yll, megjithëse ai ka lind me yll, bish në një konfrontim me veten. Nuk gjen shpjegim zemra ime. Shpati nuk shpjegohet. Ai nuk shpjegohet njërë si artist, nuk shpjegohet. Por mos flas si ikje, si njeri, nuk e shpjegon dot Shpatin. Zonja Flora, ajo ndoshta që e bëri këtë dhimbje dhe këtë humbje tamam një tragjedi, siç e thatë dhe ju, mendoj se ishte fakti që Shpati, përveç se një artist shumë i madh, ishte edhe një njeri i mrekullueshëm. Tani nëse do mbyllni të sytë për pak sekonda, cili është mendimi i parë që ju vjen në mendje? Shpati për herë të fundit ka kënduar në darsmën e vajzës time. Mendimi i parë, para shankut, duke kënduar, duke fluturuar. Shpati nuk ndalesht. Shpati nuk mund që ta bësh bisedën e gjatë,
se e këthente në humor, e këthente. Shpati ikte, shpati nuk kishte ko për të hargjuar. Shpati ishte një erë, një lule, një shpend, një shqipon, që të them, në fluturim jetohet jeta? Dhe shpati në e kalon këtë fluturimin e ati, këtë uthimin e ati, këtë bëshllëk, sikur në ka mësuar me ko, të mos e kemi prezencën fizike të ati, ku është shpati këtu, ku është shpati aty, ku është shpati këtu, ku është shpati. Ndoshta, them unë, kjo është ndoshta, mund në një moment të mendoj se është dikund në koncert. Ndoshta mendojmë, Bjezilja, ja erdi. Nuk e di, çka të mendoj për atë njeri, para të gjithave, para se t'ishte artist, para se t'ishte gjithë shka. Një njeri me virtyte shumë të larta njerëzore. Një njeri që kur nuk xhelozoi asnjë artist. Por çka më dhe më shumë, se kërkoj bashkëpunime, kërkoj. Ndoshta edhe mesazhet nuk ja kanë lexuar. Sot po bëhet gjurmë, shqyr. Edhe kjo është një krenari. Por pse nuk i duam kur i kemi? Pse nuk ju rrim pranë kur i kemi? Pse gjithë kjo nostalgji dhe ne gjithmonë jetojmë me nostalgji? Dhe kjo është e dhimbshme. Nuk e di si do t'jetë rruga në vazhdim, ne kemi të gjithë dhimbje, mos flas për nanën e shpatit, një grua heroin për të gjitha që ka bë, që i kanë dhe gjithmonë pranë. Shpati kalon edhe një djalë të mrekullueshëm që është pamja copy-paste. Taman copy-paste shpatit. Se mund t'i ngjan, inshallah nuk i ngjan në jetë, e i ngjat në profesion, ama që? Është taman kopja e babit. Si do t'jetojmë? Do t'jetojmë duke pa. Duke prit. është shumë i vockël, ende si ka 4. Loqka allës. Po si ka mundësi një buzëqeshje e tillë mos mbaron, mos ketë fund. Flora ti e kupton se edhe në aty ku ishte qërmon nuk e kishte shpirtin e vetë. Ishte një trup pa shpirt. Po aq i bukur, po aq i qeshur. Mesazhi ati shumë i fortë. Jeta ati ishte një mision, ama e la një mesazh. Nuk e di e kanë kuptu njerëzit mesazhin e ati. Dhe unë them shtu, duhet të gravur të bëhet. Dashuria ka emën, shpat, ama shpat ka sapi se ka shumë shpata. Dhe ky mesazh, me të vërtet duhet se cili të ngullën në shpirtin e vetë, një gravur të fort të bënë se ai kur nuk deshte asken të shqetson, ai nuk i dha nënës vetë një lajmë se qfar plane ka, ai jetonte në ermëj, nuk e di frekvencat e ati sa në qfar shpecie kanë kalu në për trunin e ati, nuk e di me kë i ndau. Ai nuk ishte i lindur për të jetuar. Ai jetoi aq shpejt, sa që la aq shumë zhurmë dhe i kup shumë shkurt. Dhe misioni ati, tash kur e kthej unë në retrospektiv, shpati nuk lindi fëmijë si gjithë fëmijët. Ai lindi një fëmijë 6 muaj, 6 kilogram, afër 6 kilogram. Ne kemi mbajt shpatin jo si beb. Dhe ai u rrit çuditshëm. Ai u rrit shumë i pamvarun.
Ai biznesin e dondi që fëmijë moj. Ai e deshte lekun që fëmijë moj. Ai dinte ta organizon jetën e vetë moj, me 7 vitet e veta. Ai shkonte në shkollë, ai shkonte kot në shkollë, se i dinte të gjitha. I thonte mamit vetë, ore, pse të shkoj? Ditë lexoj dikte e di atë, pse të shkoj? Hapi biznes moj. Qarë biznesi? Popcorn shite, popka. Jo që s'kishin ato, ai deshte të vetën ta ketë. Të nxjerr me dinjitet paran e tij. Po si ke den me në shpina mbante koncert me Flor. Mëj 4 orë koncert në mbante mëj. E kishte atë pjesën stadiumi theshëm ne, për mi termo. Ishte e ngrot termoja, për para me termo jemi nxe, 3 orë koncert. Dhe këte e bonte vetëm shpati. Edhe lekun e deshte t'ja paguim këngën. E po pra. Dhe leku ishte për atë motiv. Është një humbje e madhe familjare, mos flas. Veç një Zot e di. Edhe unë mendoj se këtu ka një dorë shumë të fortë të krijuesit tonë, si të dush quaje, kush i beson, le t'i beson, kush si beson, i bëft mirë. Por, unë e kom hek një paralele ku e kom para pa se kulmi i shpatit ishte këtu, 40 vjetë. Më thëmë, ndoshta llogaria e krijuesit ka qenë mos vallë ma andej shpati mund të gabonte, si ishte edhe besimtar i mirë, ishte edhe shumë nuk du të gabon shpati, le të shkon në kulm. Dhe ne shpatin do ta mbajmë mend përjetësisht si një djalë me virtyte, me vlera, me moral, me gjitha këto, dhe unë mendoj se kujtim më të bukur se ky për ju si familje dhe krenari dhe nder më të madh, që kishit një yll si shpati në familje, mendoj se nuk ka. Flora, shpati ka shumë ngjashmëri me vllaun tim të ndjerë. Këtu desha të dalë. Dhe kjo paralele më ka bërë shumë të ndihshme. Unë kur e mendoj 25 vite para shpatit, ne e qanjim na mungon të ende. Edhe ishte një njeri shumë i veçantë. Një njeri për të cilin 25 vite është folë me shumë respekt. Një njeri që shumë rallë nuk kesh ndëgjuar ndonjë fjalë negative ose fare. Edhe ai vdiqme, edhe ai iku nga kjo botë, se fjala vdekje më duket shumë e trisht. Edhe ai iku nga kjo botë shumë shpejt, po me të njëjtin problem kardiak. Në këtë moment që po flasim, në çfarë i kujtoni si pikat përbashkëta shpatin dhe vëllaun tuaj? Në çfarë ngjanin më së shumti, në çfarë i lidhni më së shumti së bashku, kur i mendoni të dy tani në këtë moment? Pika më e forte aty në njerëzit t'i bëjnë bashkë. Të falin dashuri edhe aty ku mendojsh se nuk e meritojnë. Do me thonë, edhe një situatë të brisht të trishtuar, ta kthejnë në një humor apo në një kënaqësi. Dhe Naimi ishte shumë i aftë. Situatat jo të trishtueshme, po të mos marrëveshjeve, ishte një koordinator i momentit që i rregullonte. Të njëjtën gjë e ka pas shpati. Të dy artistë në mënyrë të vetë. Arti është shumë dimensional, njëri këndon dhe tjetri nuk këndon, por një njeri që mbështetën artin është vetë artist dhe për t'ja ditë vlerat tjetrit, nëse ti vetë s'ke, nuk mund t'i njohësh, të flasish për vlera. Vlera ka shpirt, shpirti ka punë, dëshuria ka sakrifica, nuk ka fjalë të dua, punë e madhe. Edhe gjithë romanit, 500 faqe vetëm të dua, po qa më duhet? Nëse nuk e shofish sakrificën, veprën. Dhe kjo të bashkosh njerëz, të pajtosh njerëz,
të mos i dhënohesh me njerëzit. Ky virtyt shumë i fortë që shumë rrallë njerëz e kanë. Sidomos në këtë kohë që po Në jetojmë. këtë kohë, le, tashi t'ja fusin pushkën dikujt, edhe të bërtasin, duke bërtit nga mos të arriturat tona, unë e dal me pushtet, apo? Dhe me thonë, të të sulmoj sa s'më ke thonë, kështu i bie. Dhe kjo pikë shumë e fortë, këtë dy bashkë. Dhe Naimi ka ditë të vlerëson artin, Naimi një vlla shumë i dashur, një djalë shumë i mirë, një bashkëshort, një burr, një nuk ka dallu njerëz dhe ky nuk bën të dallim Shpati. Këtë kanë shumë, kanë ditë të rinë me çdo njeri. Me thënë, kjo është e bukura e këtyne të dyve. Në intervistën e fundit që Shpati kishte në Kosovë, në pyetjen që ju bë, cili është ai takimi që e prisni me shumë mall, qoftë nga njerëzit që jetojnë ose nga dikush që nuk është më në mesin ton, përgjigjja e tij ishte takime me babin dhe një kafe me të. Ju duket kjo si një thirrje? Ne kemi bërë shumë analizat të intervistave, megjithëse nuk i kemi pa të gjitha, s'kemi pas asko se 1 migran në ditë kemi pas, që kanë pa të tjerët në Facebook, në rrjetet sociale, ne s'kemi arrit fare t'i hapim. Po ky fundit me labin ishte një signal. Dhe ajo përshëndetja e fundit, më falni të Duke u gjithë. kërkuar falje të gjithë. Nuk e di se a ishte i pregaditur, a kishte ai signal, a çka kishte, unë nuk e di, kush ja dha këtë forcë që ai ti falemderoj çdo kujt, pavarësisht me merita dhe pa merita, dhe përfundimi aty, e qeshur e aty, se do ta përqafon babën e vetë, të bën të kuptosh se një botë tjetër ekziston. Ekziston e cila ka një paralajmërim që don ta shofish e shofish, don nuk e shofish. Por unë mbi të gjitha mos harroj në emën të familjes Kasapi dhe familjes të Gjulymserës, të gjithëve që kanë marrë pjesë, pa dallim, Evropa, jashtë Evrope, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, nuk dua të veçoj askënd, me artist dhe jo artist, njerëz të thjesht, nga bronzhet e ndryshme, një falenderim deri në përkulje, se ato kanë bërë të pamundurën për Shpatin. Do t'u jemi mirënjohës derisa t'jemi gjallë, se këtë dhimbje të madhe nuk do t'a kalojshim pa ato. Se kjo zhurmë e madhe që la Shpati, kjo tjetra që u bë për Shpatin, neve na dha një mbështetje. Një mbështetje morale, se njeriu ka shumë nevojë për mbështetje morale. Materialja vjen dhe shkon, e ke sot se ke nesër. Por kjo mbështetje që na është dhënë, Besoj ishte përgjigje asaj që Shpati edhe pse ishte juaj, ai vendosi të ishte i gjithë botës, i gjithë shqiptarisë. Tamam kjo mendoj se është përgjigja e kësaj që ju e thatë. E tha edhe nona e vetë, tha unë se kam ditë se Shpati i qenë ka i shumë nonave. Shumë e vërtetë. Fëmijë të shkollave të fillore, nuk e di. Me të vërtet, nuk e di, Shpatin ka marrë një zhurmë aq të madhe, kalon një autoritet që mu paraqiten mrom nga Kanadaja, nga Amerika. Ore, tha, ne kemi përcjell edhe Elvis Presley, këtu kemi qenë. Këtë gjumë, tha, nuk e ka bë. Thash se di, nuk e di, nuk kam qenë atje. Po këtu është bë. është bë përcjellje e papar. Dhe dinjitoza ashtu si që ka merituar Shpati. Për krejt atë që na ka lënë. Beso se më mungojnë fjalët. Beso se nuk di edhe të shprehem, se sa dua të them, se çka dua të them, më duket shumë e vockël këtë që e them. Edhe është krejt e kuptueshme. Shumë e vockël, shumë.
E di shkur heshtja flet. Në këtë rast, këto fjalë që i them, heshtjen e kanë në bas. Ato thunë shumë më tepër. Shumë më tepër. Edhe Flore jetojmë në kohë të vështira. Në kohë shumë të bukura, me shumë, dhe më thonë, shumë pak kemi pas, shumë kemi qenë, shumë kemi dhe shumë pak jemi. Mu më pëlqen kjo shprehje. Dhe jam plotësisht dakord me këtë. Shumë më vërtet. Dua për pak momente të ndalemi edhe tek Roeli, për cilën folëm shkurtimisht. Mua më duket sikur një shpat i vogël po rritet në mesin tuaj, ai i cili do t'jap dritë me buzëqeshjen e tij, siç i ka dhënë shpati për 40 vite juve, familjes tuaj, por edhe krejt një kombi. Si do kishit dashur ju si familje ta ushqenit dhe t'ja kultivonit atë shpirtëroren të babait të tij, Roelit? E rëndë. O, zemra. Roeli është shumë muzikal. Mirë po, E po të rritesh në një familje si kjo e juaja, është e pamundur mendoj të mos e trashëgosh muzikën. uroj që ta trashëgon edhe mandej, se njëri ndryshon, mosha i bën të vetat. Për momentin që ka ne shofim, Roeli është muzikal. Dhe me dhënë ka melodin e vetë, nëse i ndërhysh e ndalën nuk donë, i vetmi ka qenë shpati që ka këndu dhe Roeli ka mbajt muzikën. E kupton? Tash çka më andej? Roelit i duhet një përkujdesje shumë e madhe, po shqyr e ka të jamën dhe besoj se ajo do ja bën ato që duhet që ja kalon në amanet i dashuri vetë. Unë mendoj se Roelin një ditë dua ta shoh në skenë. Unë. Gjyshja sigurisht se po dhe non e vetë sigurisht se po. Por a do ta merr atë rrugë, ne nuk e dim. Nuk e dim a do t'jemi edhe në jetë, nga se mosha e bën të vetë. Po gjithsesi, këtë që shohim, kështu duam ta shohim. Të jetë një zavendësim. Dhe ndoshta Zoti shpatin e ka po e rritën për së dyti. Dhe ai kur lëvizën në përshpinë, mendojmë se unë kthehem në kohë. Thë more, a o shpati, a o Roeli, si kur e rrisish 2 herë shpatin. Në qenë se na kthyet në një retrospektiv të hershme në fëmirinë e shpatit, dhe ndoshta kjo është një farë paralele që ju po e bëni tani instinktivisht, shpirtërisht, duke e parë edhe Roelin, ndoshta në ato skena që e keni parë dikur shpatin, duke i dhënë ato sinjalet e para, talentin për muzikën, ato koncerte që i ka bënë në shtëpi. Po, ky përdallim nga shpati nuk është i koncerteve, por ky kalon në një aneks aty qosh në një vend merë, edhe në qetësinë e vetë. Artist më intim, ndoshta. Po, e do atë privatësinë e vete, nuk e do zhurmën shumë, shpati ishte i zhurmshëm, mirë po melodinë e ka. Dhe do të shkosh nga afër ta ndigjosh, nëse të shef se e ndigjosh e ndërpret. Po këndove edhe ti me atë e ndërpret krejtësisht. Nëse nuk i ndërhysh, vazhdon me atë melodinë që ka dhe duket se ka vokal. Tash do e shohim. Uroj dhe lutem që të vazhdon. Urojmë Dhe edhe sigurisht se duhet kujdes, duhet përkushtim, duhet mbështetje. Do shohim se çka do të ndodhen për ato që vinë pas. Mbaron një kapitull dhe vazhdon tjetri. Jeta është me cikle dhe si të tillë duhet kuptuar të gjithë. Kthehemi shkurtimisht edhe pak te fëmiria e shpatit, tek pjesa që ju e thatë, se tash nga emocionet edhe unë nuk po di në cilën pjesë, po kthehem, uroj që ta kuptojnë këtë emocion që kemi në studio edhe ne. Kur ka qenë ndoshta ai momenti, e keni dalluar momentin e parë kur thatë ky do bëhet yll? Sepse
Ylli Shpatit arriti të shëndri në moshë shumë të hershme në performancën e tij të parë në karrierën profesionale, do thoja. E keni kuptuar ju para kësaj, para se Shpati të ngjitej në skenë? Këte e ka kuptua babaj vetë më mirë. Se kur hypte në veturë, ai nuk dinte të ndalet. Ai nuk këndonte vetëm shqip, ai këndonte serenadat dalmatine dhe ato të Kroacisë dhe babaj vetë të gjithmonë e ushqente këte me këtë. Por në një moment shumë interesant, ne kishim një përviqe ne i thomi, nusen kër e marish, si i thonë, s'pari herë, për herë të parë. Shpati i ka pas vetëm 3 vjetë, Zotë shpirti, ndrita i shpirt atje ku është. Dhe njerëzit erdhën e hangrën darkën edhe u bo ceremonia që duhet edhe miqë duhet të shkojnë. Deri në ora 3 të mëngjesit nuk kanë shku miqët. Seriozisht. Shpati ka hip për mbi termo, ne kishim 30 apo 40 njerëz. Shpati nuk i kalon të dalin ato. Nga koncerti që e ka mbajt deri në mëngjes të orës 3. Dhe kjo ka qenë ajo pika e fort, bindja do me thonë, se kur ky si fëmi mund të mban ka gjatë dhe kishte kombinim të muzikës. Këndonte ato baladat, nuk tash s'më kujtohet as një këngë, as gjëzdi, por se si dinte ti lidhen. Ato që e bëri edhe në karrierën e tij, sepse është nga artistët e rallë që i çante edhe baladat, edhe këngët ritmike, edhe muzikën popullore, edhe muzikën e lehtë, kishte një repertuar aq të pasur. Unë mendoj se edhe kjo është ajo që e ka karakterizuar atë si artist dhe që sot ne po e kujtojmë si artist shumë të madh. 30 ato çmimet e para i kemi në shtëpi. Dhe kur i shofish ato për çajin, ku e ka marrë këtej, ku e ka marrë aty. Gjithandej. 20 vite. 2 dekada karrierë kështu... Intenzive. Bravo. Do me thanë, të fluturosh, të shpejtosh, të mos dish të kontrollosh energjin, të mos i thush falemderës që kam ka shumë energji, se a i s'ndaleshte, dhe ishte në kërkim të këngëve të reja dhe të gjitha i ka bo me financat e veta, Flora, të gjithat. Shpati nuk la pasuri, la shumë këngë. Kjo është për te pasuris, do thoja, kjo është trashëgimi. Dhe pasuria ati është kënga. Dhe i punonte me shumë intenzitet që ndoshta edhe s'kishte kohë të pushon për të fituar, për të paguar. Kështu shkonte ai relacioni. Të fitoj që të paguaj. Nuk e di, a i ka ndihmu dikush për ndonjë spot, nuk e di, se kom të ndigjuar, mund të mos më kapni për fjale, se edhe mund të gaboj, por, ati që di, Shpati gjithmonë ka bëj investimin e vetë, gjithmonë. Shpati gjithashtu është njohur shumë edhe për sensin e humorit, ne kemi parë gjithmonë, do me thënë, ka bërë të qeshëm me imitimet e tij, e ka pas të gjithë të trashëguar nga fëmiria, ka qenë ai që gjithmonë ka qenë hare e shtëpisë, krahas performancave muzikore, ne kemi dalluar edhe këtë pjesë të Shpatit dhe ja kemi kërkuar shpesh kur ka qenë pjesë e intervistave tona për të imituar kolegët, për të imituar personazhe të njohur dhe ka bërë gjithmonë me kënaqësi. Tash fatkeqësisht. Do me thënë këtu vish në përfundim se Shpati ishte një artist i kompletuar. Jo vetëm i këngës, por edhe i aktrimit. Shpati emiton të kemi pas një teze në nënejme, kër e emiton të atë që unë së dita emitoj, ne me lot që shishim original, me za, me të folur, me të gjitha që dua ta përmend të kënbale, e kemi dash të gjithë shumë, po mos flasë për atë, ajo pre fillim. Po dhëndurët, po politikanët, po të gjithë. Shpati ishte në gjendje të kapën karakterin e çdo kujt. Dhe jeta e shkurtë e atij la gjurmë që ndoshta ai do të ishte sot në ndonjë film.
Ka pas oferta për në Turqi, ka pas oferta nuk e di për ku, po e di se ka pas. Për gjithë ky djalë, I atë bukur, që i thatë dhe mirë, ju i po me rrallë aftësi edhe në pamje fizike. të përgjithshme, me aftësi të përgjithshme se i përket artit. Nuk dallonte. Artist gjithdimensional, tamam i kompletuar. Shpatin vetëm që s'kishte kohë të rije me familje. Kjo është sakrifica e artistëve të mëdhenj. Dhe këte e pranonte. Për shembull, nona ja bonte ushqimin tamam si duhet, e lente se më thirrën filan fisteku, asnjëherë mos t'ja prishin me asnjëri. Dhe do ta them një të vërtetë. Shqipëria e ka pas yll. Ai ka lind me mision, me florë. Seriozisht Edhe tani ne po e kuptojmë këtë. Po. Misionin me cilin kishte lindur Shpati, mendoj se sot e kemi të qartë. Nuk e kemi parë deri para 13 ditësh. Po ne nuk i vlerësojmë, tamam. Po e shohim sot, po e ndjejmë sot. Shqipëria e ka vlerësuar, që në fillim. Këtu dua të ndalem, zonja Flora, sepse fraza që e kam dëgjuar më së shpeshti dhe unë jam dakord, është që ky vend nuk është se e ka përqafuar Shpatin atë sa e ka merituar. Kam dëgjuar bile edhe një deklaratë dhe një surprizë që i kishte bërë zonja Gjylymsere në një intervistë në Tiranë Shpati, duke i thënë që Tirana ka qenë vendi që e ka vlerësuar më së shumti, ndoshta edhe vendi që ja ka dhënë atë titull që e ka merituar, një mega yll, ashtu siç ishte në të vërtetë Shpati. Ju vjen keq që ky vend nuk e ka përqafuar derisa ishte gjallë ai, ashtu siç e ka merituar. Ne nuk e vëmë në dyshim dashurinë e madhe të shqiptarëve që kanë pasur dhe do e kemë përjetësisht për Shpatin. Po, a e ka merituar ky vend, kjo shoqëri Shpatin? Një pyetje e rëndë se unë nuk dua të marrem në institucione, as dua të ofendoj, as dua të lëndoj dikend, as kur gjo. Shpati ka marrë shumë dashuri, ajo është fakt. I vogël, i bardh, i zi, i madh. Pa përjashtim. Pa përjashtim. Dashurisa që kur na takon një neve në rrugë, halla e Shpatit, me mu foto, tezja e Shpatit, a kuptosh? Gjithçka që është lidhur me Shpatin. Unë mbaj mend një moment kur jam fotografuar me vllaun e Shpatit, kam qenë e vogël dhe kishim komshi. Ajo ndjenja vetëm që ishte vllau i Shpatit, ishte një ndjenje jashtëzakonshme dhe nuk arrita ta gjej. Isha duke kërku fotografinë, po kanë kaluar shumë vite. Thjesht për ta rikujtuar si moment në këtë që po e thoni ju. Vetëm diçka që kishte lidhje me Shpatin, ishte emocion i jashtëzakonshëm për ne që jemi rrit me këngët e tij. Në fakt, unë në Zvicër kam jetu dhe kur e mershin vesh fshatnat e Tetovës, si, ti halla e Shpatit? Po, a bën një foto? Ua, po pse me mu foto? Po, ka atë ndjeshmërinë. Dashuri Shpati në fakt e ka dash shumë dashurin dhe ka dhonë shumë. Shpati ka dhonë më shumë se sa që ka marë. Për ta dasht e ka ndasht të gjithë, edhe gurzit e ka ndasht. Kjo s'ka dyshim. Mirë, po një artist ka nevoj edhe për mbështetje institucionale. Ka nevoj. Sa ja ka ndonë, Shpati i ka marrë shumë gjona me vete. Dhe le të mbetet kujtimi për... Tash mund të flasim sa të dua, të themi këte apo ate, por dashurin pak kursime ka marrë nga populata, nga vajzat e reja, nga fëmijët, nga pleqt, nga plakat, të mbyllura, të hapura, artist, nuk e di, pa dallim. Këtë e ka marrë, pa kufi. Kurse kjo ndihma tjetër i ka munguar. Ndoshta Maqedonia nuk ka qenë në nivelin, në frekvencat e Shpatit, unë them kështu. Nuk e di, mos ndoshta gaboj, nuk e di, mu më duket se Shpati ka hecë para kohë. Mu, si hall, ndoshta jam subjektive në këtë rast, nuk e di, po të analizosh pak më thellë Shpatin, të futesh në botën që nuk duket, të dalish pak mbi hapësirën toksore, Shpati ka hecë pak para, prandaj ka shpejtu gjithmonë. Dhe unë mendoj se, pavarësisht dhimbjeve që na i kalon, Shpati ka shku i lumtur. Se atë bushtjeshje, unë këm pa shumë njërës pa shpirt, këm pa shumë ashtu e këm pas llojin e punës, mos futem aty, më kam ndodhë 5-6 në natë, apo ku ta di se çfarë.
unë buzëqeshjen e një njeriu të pa shpirt, vetëm ke shpati e kam pa, dhe mu duke i gjallë. Mu duke i gjallë, ta si dojë fusin të gjallë. I gjallë këshu, pa, si di. Edhe e shoqe e shpatit, Selvia, tha Allah, nuk besoja dhe i thash, ma nxjerrni se ai tallet me mu. Ai po lunë me mu. Nuk mund ai të ketik. Nuk mund të mos jetë ai gjallë. I gjallë. Edhe jo me ngjyrë të verë. I gjallë. Me ngjyrë normale. Dhe kur e këm pa, e këm përqafu, më mendoj, më thësh. Edhe kështu bëheshka. Edhe kjo qenka. Unë këm pa shumë, po ashtu ftyrë të qeshur nuk kisha pa. Shumë sinqerisht të them, nuk jam e re, nuk jam e re në mosh, mosha ime ka shumë përvoja, që mund të them shumë kam pa. Jo shpat. Jo. Zonja Flora, duat ju pyes edhe për atë që e tha zonja Gjylim Sere. Tha që shpati vitin e fundit nuk ka qenë shumë i qetë dhe uroj që tani tjetë i qetë aty ku është. Bile edhe në intervistat e fundit, tani bëjnë sens fjallët që i ka thënë shpati. Ndoshta në atë kohë, kur i kemi ndjekur, nuk është se i kemi kuptuar shumë mesazhet që ndoshta i ka dhënë shpati nëpërmjet e intervistave. Ai ka treguar që ka pasur disa ka folur për shqetësimet e tij, ka folur për anktin dhe tamam fjalën e duhur e tha nëna e tij, zonja Gjylim Sere, tha nuk ka qenë i qetë. Mendoni se kjo ka ardhur nga ajo jeta e shpejtë, thatë ju, nga ajo fama që e madhe, nga ajo dashuri intenzive? Sigurisht. Edhe fama e madhe është shumë e rëndë. Është problem për të menaxhuar fama që kishte shpati? Nuk mund atë stres ti ta menaxhosh. Sa të dalësh nga dera ti duhet të fotografosh, të flasish, të bësh e tepruar. Mandej ai famën e krijoi shumë herët. Dhe gjitha ajo kohë që ai 20 vite me famë e lodhshme, shumë e lodhshme. Dhe këtë vitin e fundit, ai me të vërtet ka dash të ndalet, të bën ca punë, t'i kryen ca punë, edhe të tërhiqet, t'i përkushtohet roelit të dashur. Pse s'ka qenë i qetë? Ka shumë për të thonë, a duhet të thunë kot. Kush do t'i ndihmon? Kot. I ka marrë me vetaj. Të thash pare se frekvencat e shpatit kanë qarkullu shumë më shpejt se të mia tua apo të dikujt. Dhe e keqe ati e mira për ne, që s'ka dasht as kënd të lëndon me problemin, me mendimin, me atë planin, programin e vetë, as kënd. Gjithmonë me energjinë e vetë, kështu do t'a bëja, ashtu do t'a bëja, është rotullu në mesve, ku do të shkon ajo energji? Asken s'ka dash t'a lëndon. E kjo i ka bë dëm ati, nuk i ka bë mirë. Roeli të gjitha të mirët i ka. Kemi shumë fëmijë që flasin herët dhe pak më vonë. Dhe kjo është pak i vonuar në folme. E punë e madhe se s'flet. Diçka që nuk është më jo e zakonshme të fëmijët. Edhe shumë fëmijë nuk flasin deri 6 vite, jo më 3 gjys. A kuptosh? Por ai e mori shumë për zemre. Si prind. Bravo. Dhe mënyra për ta dërgu, për ta qua ndeje, këndeje, t'i siguron një diçka, të bën një... E stresoj pak më tepër se sa që duhet. Por unë prapë ndalem, them, Zoti kështu ka dasht. Kështu ka dasht. Dhe kalon një amanet, që ti të kesh punë me ate, të hecish, ta kujtojsh shpatin, por ke një obligim për para. Ke një detyrë shumë të madhe, që ti të largohesh nga ajo mos prezenca, harohet ky, si të harosh. Këti i fliste goja, syni, vetulla. Nuk i di,
çdo pjesë e trupit kishte një shpjegim për këtë djalë. Po t'jemi tash ato që doja lexojshim lëvizjet e trupit, gjuha e trupit, kur goja nuk flet, do duheshte programi t'jetë 24 orë, por unë mjaftoj se ai e dha mesazhin. Dujeni njëri tjetrin, ore, mos e xhelozoni. Tamam, kjo është thirrja. Kjo është thirrja e ikjen e fundit e parakohshme atij. të shpatit, unë mendoj që kjo është një thirrje për gjithë ne si shoqëri. Që ta duam njëri tjetrin, të kemi më shumë dëmshuri, ndjeshmëri, ta kuptojmë më shumë njëri tjetrin. Mos t'i gjykojmë njerëzit, t'i duam njerëzit. Flora, unë kam shumë raste kur them, e kam përdor një fjalë, ore, e dish me sa veta du t'i dhënohen, po e pyes veten, a ke kohë të pajtohesh? Këtu është problemi. Kur nuk e dim sa kemi Bravo. kohë. A da do zgjohemi të nesër. Bravo. Edhe kur flasim, ore, mendo se është fjalë e fundit. Ki e ka pas këte? Ki e ka pas, ki s'ka ofendu më jasken? Ke mund t'a shajsh, ke mund t'i thush qka të dush. Po, ke të drejt, po. Kur më s'ta ktheu me t'keqme? Se nana, hala, tezja, ne gjithmonë, shpati po ndalu pak. Po, kini të drejt. Ama i veç e ka bo planin e vetë. Nërsa ju e thonit nga mungesa, sepse keni dashta, keni më shumë prezent. Ne, po normal, ti e dush afer aty. Patjetër. A i s'kishte kot flet? Ai motori aty, nuk e dime çfarë shpejtësie, me sa shpejtësi ka punu, nuk e di, unë s'di ta shpjegoj, seriozisht, më duhet një njeri shumë profesional, me gjithë se shumë bukur e kuptoj, shumë frekvencat ati i kapi, jo, them, duhet, nuk e di, ndonjë parapsikolog, se psikolog kur gjo s'bon, ndonjë parapsikolog, një njeri jashtëdimensional që shef për te kësaj bote, të ma shpjegon shpatin, mu dhe të tjerëve, por mesazhi ati është shumë i fortë dhe le ta ndëgjojnë të gjithë, artist dhe jo artist. Ndaluni. Asgjë me vete nuk merrni. Mjaf me inate. Po arti a ka inat moj. A shtyhet në art me bryla moj. Po ngrej ai që mundet. Edhe unë duhet jem artiste si shpati, nuk jam. Po të paktën do e mbështes. Duhen i mërë njeni. Se cili ka zanin e vetë. As jeni si ngjanë. Për të gjithë mund të bashkëpunojnë, pse jo? Dhe gjithit nuk janë, çka lanë pas vete? Kjo madhështina mungon, t'ja falim suksesin njëri tjetrit, atë sukses që e ka arrit me djerës, me mund dhe me talent. Dhe mendoj se dëshmia që do jetoj përjetësisht në mesin tonë dhe në kombin tonë është Shpat Kasapi. Unë uroj shumë që ky vend ta nderojë emrin e tij dhe uroj shumë që të kujtohet përjetësisht ky emër. Ti japi një emën, një rrugë, një institucioni, kështu mund të nderojnë ato ambasodi, se këngësën i bojnë. Ama, t'ja vendi kund një plakat munden, nëse duhen. Nëse ato e nderojnë veten me veprën e Shpatit. Pajtohen plotësisht. Dhe porosia ati është, unë thë nuk mbaj inate, nuk ja vle. Inate me asken, pse të mbaj inate? Që ky bukurosh. Dhe prandaj e deshëm gjithë ne, sepse ishte i tillë i veçantë dhe i papërsëritshëm, do thoja. Zonja Flora ishte nder shumë i madh për mua, një emocion, nuk e di, ka qenë emisioni i parë në gjithë këto vite që nuk arrita t'i mbaja emocione dhe besoj që edhe shikuesit e kanë kuptuar. Faleminderit shumë që ndat me ne një kujtim kaq të çmuar të shpirtit tuaj, të nipit tuaj Shpatit dhe uroj që kujtimi për të jetë i përjetshëm. Faleminderit shumë për gjitha këto kujtime që ndat me ne. Faleminderit. Shumë faleminderit.